Po pra, shoh miq të Shamir vëllezër, kudo që jeni dhe kudo që jetoni, sot është dita e mërkurë, data 14 maj 2025. Po e baj këtë video sot këtune për juve, sepse kam dëshirë t'ja them disa fjalë, po të jenë fjalë të mira, jo fjalë fyerse, por vetëm disa këshilla për njerëzit tonë shqiptar që disa japin komente në për videoklipa pa marrë parasysh se të unë s'ka nevojë, di që të unë gjithmonë marrë ma shumë marrë komente negative se sa pozitive. Mirë po, dishta t'i thamë pse mirën komentet pozitive ose negative. Do më thonë, komentet pozitive mirën kur ne shqiptarët njani të shkruan komente të mira edhe të gjithë pastaj japin komente të mira. Sepse ne ashtu jemi, qysh e shohmi komentin e parë, pa ndëgjuar videon deri në fund, do më thonën, në qoftë se dikush jep komente të mira, krejt kthehen e t'japin komente të mira. Po edhe komentet këqija, për shembull, qysh vijnë komentet të këqija? Se ne shqiptarët jemi sikur qorani, e di shka unë qorani, fill mi fishlu, këtë ban, krejt për një herë, do më thonë, lajmërohet. E ne shqiptarët jemi si qorani, dikush me bo me shkru një ofendim nga xhelozia që së në të mërin ty ose s'ka shumë me orte ti, atëhere ai do më thonë e shkru një koment negativ, shkru një fjallë cyse, fjallë sharse, fjallë ofenduse, edhe krejt pen dëgju videon, japin komente sebeb që ati që ka dhonë, po as njëherë mu së ngo të vla, dëgjoja videon deri në fund. Videoklipin jo vishton, po kretve më dëgjoja. Kur t'jam dëgjojsh videoklipin deri në fund, atëherë mund është me marrë për mbajtjen, a o konë për negative, a o konë për pozitive. Edhe që atëherë, në qoftë se janë për negative, jepe komentin negativ. Amo jo ti, veç pse ke pa shkrimin që dikush ka shkru negativ, edhe ti me njerë mi u bashkangjit, se dhe me thonën, ti po bosh ma bodal se aj. Se ne thënë që ne shqiptarët jemi të gjote, jemi talente, jemi esi. Valla jo. Dje po të bajnë Allah që nas jemi të gjote. Se na nuk i ngojmë video deri në fund, qka ka dasht me thonë, ku ka dasht me dalë, ku kona e, po veç e shohmi një shkrim. Edhe ja fotmi na tani ketë negativa, se jemi njerëz pa shkollë. Na edhe dokumentat kur t'na vinë pi komune, pi kamosit, nuk i lexojnë deri në fund, rreshtin e parë edhe tani se dim për çka në fjallë, as në dokumentat shtetit, se jo në videoklipe e kësi. E për që ata, vëllezër e motra, ju lutna, mos boni si qorani kusht ju fishlon. Ju me bo se s'po kam o dhomë, se mu kam si dhomë të ndeshje, s'po kam dhomë me fishlu, dhe me thonë, sa njeri që t'ju fishlon ju, apo t'a shkru një koment negativ, jo me njerë hygjim, ketë negativa, pa e në dëgju video deri në fund, e kështone që vëllezër, motra, të mush një men. Ani, a i ka shkru negativ, a i ka shkru se ja të gjelëzën, që së në mërin të ti, jasi, po ti mos e ban me ment ati qurani që ka shkru negativ, po banu me ment e me laqës. Me laqë, me ndo mirë, a o për negativ, a o për pozitiv. Më dëgjojë njëherë, krej. Kur ta ndëgjojë deri në fund, atëhere ki drejta me dhonë negativ ose pozitiv, në qoftë se s'pëlqen. Po ose ki drejta me shahër, ki drejta me ngue, por nuk t'pëlqen. Atëhere, dil, po mos jep kur far komenti, as mirë as keq, pse për një lhoz vetëm, pse për ban një vetëm aq të poshtër, se do me thonën nuk i pët video, nuk shaj kanë, nuk ofendoj kanë, nuk e randoj kanë,
po jap shkurt e shqip një poezi, një humor apo një këngë. E që tahi, një këngë që si jap, ose një humor, ose një poezi, unë e di që nuk qes poezi banale, nuk qes këngë banale, nuk qes këngë apo humor banal. Kështu në që atëre merre me seriozitet, diçka në serioziteti. Merre, lexoje ose ngoje deri në fund. Kur ta ngosh deri në fund, atëherë e kupton kohë fjala, edhe atëherë mundesh me thonë gjona pozitive ose mund me thonë negative. Nuk ka e përshtatshme, kija disa korrigjime, kështu mund me shkru. Kija disa korrigjime mi basi, ajo me shahe nanën e motrën e gruën e se ata nuk e kanë qitë atë poezi që i pishanti. E kom qitë unë për shembull, ose ai qetri. Se unë gjithmonë e marr vetin, do me thonë fjalë, nuk i marr tjerë, se nuk kam qef t'i marr gjendë na përgoj, po shumë gjona që unë si kom bo kur njët, i marr kishe menja unë i kom bo. Se s'du me thonë filonja, e nesër me më thonë pse m'ke marrë në goj mu. Po edhe ato që i kanë bo, unë e marr kishe menja, unë e kom bo qëtë raste, nuk janë të vërtejta që i kom bo unë, po për mës me pas konflikte me njerë. Nesër me më thonën pse m'ke marrë mu në goj, shka t'ka interesu tyje, atëherë unë e thamë, e kom bo që ta hiq për e bon, kom bo që shto hiq për e bon, e kom bo që ta, atë gjymë se janë qëtër kojna, po në i marrë për mi veti, për mos më përlau me gjenë, e marrë kishe me një unë i kom bo të gjanë. Si në humore, si në poezi, se nuk kam qep as mizën të lëndoj, jo njerëzë, po as mizën nuk kam qep me lëndue. E që taj, pse ti hakak me më lëndu muë, pa e ngue deri në fund për shembull videoklipin, vetëm se ka shkru një mënyrë negative, ti shkru negativ, pa ndëgju, heq shkru negativ, nalu njerë, nalë kjo pa shkru negativ, po të një onë të ngoj, ta këshyre, shka pa a thonë që ka shkru kjo negativ, ta këshyre, ku ka në konë qëllimit që ka shkru kjo negativ, edhe atëhere mund me vërtetue, edhe atëhere mund se unë nuk hinë këto as, me ndonë për shembull lajka, se s'jam gosht për lajka, unë e kam rrugën tejme Shqyqër Zotit në Danimarkë, nuk jetoj pi lajka, nuk jetoj pi pijve sa pikeve në jo, po unë e këto i baj vetëm për dëshirë tejmen me kalu kohën e lirë, me arktu dikan, me qetsu dikan, me disponu dikan me poezit e mija, me këngët e mija, me humoret e mija. E prandaj edhe njere, po i thamë, vëllezër dhe motra, se e di që shqiptari nuk e ka një ftyrë. Shqiptari ka 10 ftyra. Te unë në live, kur he atyne, që atë poezi që më ka shkrue, o fjallë, o fëndusa, se kur djenë të unë e thëtë, ti e shtyllë, ti e legjend, ti e geni, ti e ase. Te unë në live, full tjera fjallë, a këto më shalë. Do me thonë, te poezit ku i qesë në për videoklipa, më shalë. A kur henë në live atyne, aty ma banë, ti e shtyllë, ti e legjend, ti e geni, ti e ase. Mos më banë mu politikë, se unë se du politikën. Kur më shalë në aty, atëre, mos më banë politikë. Këto në që po hinë mas fejmë, se ato ty ben himshin për muë, po hinë mas fejmë, si përshojnë fejmë në të atyne, se unë e kam shumë fejmë në qinë të unë, dhe me thonë sjellja, respekti, sinceriteti i bankrit këto, edhe kam shumë fejmë. Kur e hapi live-in për shembull, shkon një orë që njerëzit janë në zonën me punën, me asë nuk hinë me njerë, më shofin muë, e shofin gonin, e shofin atë tjetrin për shembull, edhe nuk hinë, se ko kanë kitë mashki. Kur të hinë fejmrat aty, atëre më shkrujnë, Ramadan, hypëm nalë, që s'pëm hypë, pse në tonë, pse në këto. Atëre, do me thonë, mos më shkruj, mo hypëm nalë. Se ti do me thonë, kur po në shë vetë, as nuk po në thuaj mirë dita, apo mirë mrama, apo mirë mëngjesi, apo qka dush me thonë. Kur po jemi veç mashki aty, fillë e këshyri, piu, e puf ike. Yq as nuk përshëndajt, unë e përshëndajti, se unë e shok kur hinë aty, unë i shok kretë, kush hinë e kush del, edhe e përshëndajti, respekt për ty vëlla, mirë se erdhe,
edhe ai as në kom thot faleminderit, as ku dan pinjo. A kur i shesh i kanë arë 4-5 mejnë në te une, atëhere deri ta hypi nalt tronk në tokë me qetë. Ramadan, pse s'po më hyp? Shka ki që s'po më hyp? Hypëm, la, pranon nalt. Atëhere më thot, la, ty t'kam la, hypëm nalt, hypëm asi. E mos mban la vetëm kur ka pejna. Shtoni që vëlla të dashur, miq të dashur, kudo që jeni, ju përshëndes me videon, me këtë video, po gjithmonë duke ju lut, duke ju thonën kur mos jepni komente apo ofenduese apo thyse apo sharje pa e dëgjue videon deri në fund se ku është biseda. Kur ta ndëgjosh deri në fund, atëherë mundesh ose me dhon koment, ose e pozitiv, ose mos jep negativ. Mos e qit vetën ashpush se ti mendon si ke bon një trimni, pse më ke shrap, pse asi, po gjinjat vlerësojnë, thënë qyre çfarë kulture, çfarë respekti, se ky kur e shon këta, e shon o babën e vet, e shon o nonën e vet, e shon o motrën e vet, e shon edhe gruën e vet, e fëmijën e vet. E do të thonë, e sheh pini të shamës, po dal kanë krejt, po dal ka baba, nona, motra, llavi, gruaja, fëmija. E mos e bëni punën me kesh gjinja me juve për një të shamë pse ma ban mu, se mu sëm lind gruaja pse më shon ti. Se me pas lind gruaja, sot gjys në Danimarkë se kisha bot temën sa njeri shon aty. Po nuk lind gruaja ime, vetëm e poshtërsoni edhe korritni ftyrën e juve, po mos u bani si çurani, kush shkruan keq, ju më njerë me bë me shkru keq aty ne. Po ai ka shkru keq, po ti na lu kujto, për çka pa shkru? Ta ngoj këtë video, ku gabimi që ka shkruaj. Kur të menosh kështu, ta ngosh deri në fund, atëherë ti vetë sheh, a ka për me shkru fjalë negative apo pozitive. Amo ti pengu pse unë shkrimi keq apo pse unë shkrimi mirë. Se edhe aty, nashti dikush më dë mume, ka shkru një koment pozitiv. Po më nale ngoj se nashti nuk o për pozitiv. Nashti mund më kom për negativ. E ti jep komente aty, dhe më thonë atëherë ti bjepi vlire. Pse? Që si kom dhonë koment negativ. Se unë e di që s'ja po mund me ndodhë, që kom dhonë në koment negativ, atëherë ti bje kepi vlire, se thënë këqyre, kjo ko ka mazi se kjo, që shja pa apilqy negativitetin. E për që ata për tamë, nalu, kontrolloje videon deri në fund. Ko pozitivitet, je pozitivitet. Po në koft negativitet, atëherë mund me dhonë bretje, me thonë Ramadan, pa hap disa gabime që të qëto, amo je me shoh, se s'ka nevoj me shoh. Pra, vlla, miq, shok dashamir, ju përshëndes me këtë video unë Ramadan Reka prej Kopenhagës, Danimarkës.